ti them. Kush janë pritjet e tu? Po ti them. Atëherë, të tërë që më njohin me mbiemrin Kona, sigurisht më njohin me mbiemrin që tezja ime në Tiranë më ka adoptuar që në 66-ën, pasi gjithë e dinë që babai im është aktori Koço Qendro, aktori i teatrit Andon Zaku Çajupit Korçës. A mos më çmende tani, un kam 100 vjet që të njoh dhe tani e mora vesh të. Po sigurisht, po ai duhet të ftohen në emision dhe ta merrë vesh që ti je babai i Koço Qendrës. Unë jam djali, babai. Ti je djali i Koço Qendrës? Jam djali i Koço Qendrës, domethënë i Qi Karaç. Wow, respekte për një gjigant të aktrimit. Mamaja ime biologjike. Po? Më lindi. Po, në Korçë tu? Unë kam lindur 22 qershor të 66-s, mamaja ime biologjike që nuk jeton më, babai Koço Qendro. Sa vjeç është Koço Qendro tani? Babai mbushi para 10 ditësh, mbushi 98 vjeç. 98 vjeç. Wow. Po? Dhe vjen, më lind në Tiranë dhe unë adoptohem nga tezja. Motra e saj. Motra e mamas. Motra e mamas. Adoptohem. Po pse adoptohen? Ata nuk sepse nuk kishin fëmijë. Nuk kishin fëmijë dhe ata do. Ajo erdhi në Korçë të lindi këtu. Po erdhi këtu sepse mamaja ose më mirë motra i tha motrës që djali duhet të ketë velinë në Tiranë. Po sa fëmijë biologjik me ndërkohë që ade kam 2 vëllezër dhe 2 motra. 2 vëllezër, 2 motra. Domethënë jetoj. Mamaja ka ndruar jetë. Domethënë mamaja biologjike ka ndruar jetë. Mamaja që më ka rritur këtu dhe babai që më ka rritur Margarit Kona me mbiemër Kona, me mbiemër shumë të famshme të një familje, domethënë të famshme edhe si familje, po edhe si sportista, Andon Kona dhe Gjorgji Kona. Gjorgji Kona unë e kam pas profesor. Dhe unë e kam nderim dhe respekt jashtëzakonshëm për Gjorgji Kona. Për Gjorgji Konën i thoshte. Për Gjorgji, profesori i elektroteknikës në shkollën e mesme. Të dy nuk jetojnë më, në vitet e fundit është ndarë nga jeta dhe Andoni, ishte trajneri i voleybollit sportist dhe po dhe Gjorgji, i cili mas viteve 90, duke pasur gruan Eleni, duke pasur gruan Qifute, emigroi në pse profesori emigroi atje? Emigroi në Izrael. E ka jetuar atje? Ka vdekur në Izrael dhe tani rri pak te babai yt biologjik. Babai biologjik. Koço Qendro 98 vjet. Është ka disa epitete, domethënë është të dyja i ka me k, i ka është komunist dhe koprac. Komunisti është Alex Zigza. Po është sa i bukur ai rol. Po pse te përballimi? Po ç'është ai aktor aq i madh? Shikom. Ai është aktor me përmasa ndërkombëtare, nuk është aktor lokal ai. Unë disa gjëra që po i them këtu nuk i kam thënë ndonjëherë, sepse vetë emisioni juaj është i tillë që thuhen dhe disa gjëra dhe që pavarësisht se mas viteve 90 disa pak a shumë këto mbi din me fjalë, kupton? Unë jetoj në Mysymshyri dhe komshiu im kam qenë i madhi Dimitër Anagnosti bashkë me Roza Anagnostin. Edhe ai gjithmonë e ftonte për disa kupton. Edhe kishte ndërkohë që babai, domethënë jo që ishte komunist, ishte sekretari i partisë së teatrit Andon Zaku Çajupi, ishte pjesën e estradës të komedisë dhe gjithmonë rolet e tij, domethënë nuk mund t'i jepje Koço Qendrës një rol komisari, për shembull, sepse nuk të lindte Dimitër Orgocka, për shembull, kupton, nuk po në kuptimin e fjalës, domethënë roli i Adem Rekës i shkonte atij, nuk i shkonte Koços. Pastaj po që puna për të bërë ballist, kishe Koçon, Kopracin, domethënë kupton? Kto me vesë. Po, nuk diskutohet fare. Cila është marrëdhënia jote me Koço Qendrë? Sigurisht në këtë moment është shumë e mirë, po dua kur e ke kuptuar, kur ta tham për të parë që biologjiku është ky aktor i madh? Shiko, unë 3 muajt e verës, domethënë si çdo djalë, kaluaj në Korçë. Te babai. Vinin 2 javë në plazh dhe prapë kthehesha në Korçë. Mezi prisja të mbaronte shkolla, kjo më bëhet deri në vit 4 kur kam mbaruar ekonomikun. Domethënë nga klasa e parë kam bërë 4 vjet me 2 herë nga 2 muaj, nga 3 muaj shkollën, një në Sotir Gura është një shkollë aty në Korçë, një në Stavri Themeli, shkoja për të bërë sepse kisha qejf dëborën, se Tiranë nuk bite borë dhe shkoja atje, kupton? Ishte ajo shpërngulja që bëja, domethënë. Dhe kur mbarova klasën e parë, e kam kuptuar sepse mamaja këtu normalisht nuk më thoshte. Nuk më thoshte që shkoj, më bënte përshtypje që kur isha në klasë parë në shkollën Dora Diste, aktualisht 20 vjetori, e pash fëmijët e kishin mamat më të reja se nëna ime, pse mamaja kur më kishte marrë mua ishte në një moshë gati 45 vjeçe. Kur më ka marrë mua, se ajo s'bënte fëmijë normalisht, domethënë nuk desh ta merrte fëmijën nëpër befotrofe nëpër këto dhe ja marrin motrës, kupton? Sigurisht motra ishte një traditë. Motra e bëri këtë gjë që sot është çike vështirë ta bëj, fjalë kupton që motra të japin motrës sepse po dhe ti u the atyre që kështu? Jo, unë nuk dija gjë. Ti vetëm thjesht kuptova. Kur kam mbaruar klasën e parë, isha në Korçë dhe babai mbaj mend
në atë kohë, në vitin 71 ishte bërë festivali 11, edhe Lindita Theodori kishte ardhur në Korçë. Lindita Sota? Po, Lindita Sota. Po, ishte martuar në Korçë, atje ishin tërë aktorët, Timi Filipi, këta gjithë komplet këta, shumë emra të rinj, edhe sot e kësa dite është gjallë akoma, është një këngëtare shumë e njohur, siç është Bardha Hoxha me fjalë, sepse më thot, i bukur ke qenë i vogël, e më thot gjithë tash kur del në televizor, edhe Bardha, ore tha, ky djali, unë sa kisha marrur klasën e parë, kisha qif flokë kaçurela, mirë po, shikoj aty në sy, veshët i kisha këtej, e tha, ky është ai i vogël i Tiranës, tha që ja kemi. E dëgjoj. E fiksova, unë vajti në vesh, ajo, iku. Kam bërë, dhe më thënë, që atere, kam bërë francezin, në kuptimin, më thënë që e dia që përfundimisht që ishte kështu? Prindi që kisha në Tiranë, ishte tezja dhe buritezës, por që derisa ka ndruar jetë, edhe tani as nuk diskutohet, dhe Koçua që jeton tani, kupton, thot që, dhe më thënë, ka qef, sepse kur kemi marrë, do të thënë, babai, gjyshi është nga Kreta, se me që po ta lidhe me greqishten. Në 1112 vjen nga Kreta bashkë me Bakti. Frenoj çik këto ja. Se do të pyes pak më vonë tani. Tani nga prindrit biologjik dhe prindrit e adoptuar rron vetëm Koço. Vetëm Koço. Do të thënë, edhe nëna biologjike. Edhe nëna biologjike. Dhe prindrit. Edhe prindrit që më kanë rritur këtu nuk jetojnë. Nuk jetojnë. Tani marrëdhënia jote me Koçon si është? Po pra, jo, prit tani, ti me Koçon u lidhe pa e ditur që ishte ai babai biologjik. Jo, unë shkoja në Korçë, ria nga 3 muaj më. Po mirë po. Ria dhe ore kur tha jam unë babai yt. Ore, ja kam thënë unë para se ma thoshta ime, se i thash unë e kam ditë që para 40 vjet. Sa vjet që ishe kur ja the këtë? Unë? Po sa ja kam, kur ja kam thënë, mund të kem qenë në vit të, domethënë, kam qenë mos gaboj kur kam mbaruar vitin 4 të ekonomikut. Kë doje më shumë Koçon apo babain që të rriti? Për të dashur, ja doja këto këtu. Jo, po më nuk diskutoj. Këtë nuk e ndryshojnë asnjëherë. Fare. Ore tani ja them sy Koçës. Po diskutoj fare më vetë çfarë. Tani ku shikoj Koçon në film, se Koço ka Ore Koço vinte, se Koço kur vinte ke mua flinte. Se unë isha bazë. Domethënë unë në Tiranë isha bazë, në Mysymshyr isha bazë kur vinte. Kishte një sjellje të veçantë. Erdhi këtu luajti Alex Zinzën. Këtu bëri gjirë? Po këtu, më kino studio më atje. Alex Zinza. Vuri dhe një si tip kështu, vuri dhe një si tip mjeke që vinin kështu këton, sepse me këtë, dhe kur mori dokumentin për pasaportën, konsulli grek, kur pa filmin, tha, imagjino, që atëhere ka folë greqisht në filma, tha. Pavarësisht se ke filmi, tha, sa i thot që unë jam Alex Zinza. Arqo Marqis, e dini para shumë s'kenë në atje. I thot, ai zotit Zinza, të kemi thirrur për të varur, tha, jo për të tallur, i tha. Po këta janë miqtë e mi komplet. Edhe këto, se unë bëja shaka pasaj dhe me vllajin tim, që është më i madh se mua, edhe ajo letra ishte aktori të madh Koço Qëndro, një greqisht folës, një me kupton për atje. I gjan Koços? Po, jo. Nuk i gjan, jo, më gjaj më tepër nga mamaja. Gjaj më tepër. Vllai dhe motra, njëra që është në Amerikë, më gjajnë. Jemi të ndarë pak a shumë. Tani, origjina, tani vjet e origjina. Tani origjina, gjyshi ka ardhur të thashë 1112 me Bakti, nuk e di se çka bëra nga Kreta, po me Bakti ka ardhur në Sinicë. Tani ishte grek? Grek, po, grek me Bakti. Erdhi në Sinicë të atje të Delvinës. Një sekondë. Nga Kreta, 1112. Nga Kreta në Sinicë, sigurisht nuk është një vrapele. S'është vrapele, po unë po them me origjinën nga ishte tani. Po nga e vërtetove ti këtë që ka ardhur nga Kreta? Se s'po thon nga Korfuzi, nga Kreta. Po gjyshim, po tani këto i kam me letra unë se. Ti ke me letra? Po sigurisht më nuk diskutoj. Ti çaj, shqiptar apo grek? Unë shqiptar më jam. Si që kam grekun. Po ti pas ke strygjyshin? Po le më ç'të le unë lidh, tash do më të fortë në Koços, se ka të fortë edhe Koço. Po ha pra më se Koço deri 1190 nuk flis as i fjalë greqisht. As i fjalë? Po, që e flet greqisht. E flet greqisht. Po dinte? Si, po di pa ja këtë po të them burr. Ne po nuk e dinim, tani unë sigurisht që unë 2 muajt e verë, 3 muajt e verë, se unë 10 muaj jetoja në Tiranë, 2 muaj jetoja në Korçë. Tani Koço ishte thashë, ishte aktor, ai kishte pjesën kryesore që sepse përveç asaj që luante ai pjesën dërmuese ai shkruante vet. Domethënë të gjërave që realizonte, skenarist. Që ishte edhe për estradën ato numrat që bënte, kupton? Edhe deri 1190 nuk fliste. Në momentin që u hapën kufit, kupton? Edhe kur bënte librat, në vitin fare tani emri është Koço Qëndro. Unë ngasmoja, sepse mbas 90-s unë i solla nga Greqia një kështu, është një tore e Selanikut. Kupton, ai liçi solla këtë, po kishte edhe janë do flamurat me letra kështu dhe i buri dhe një flamur grek kështu dhe e mbante atje. Sigurisht që është jo shqiptar, po është më shqiptar sa duhet, kupton? Mirë, po nuk fliste. Tani, ai thashun,
Po mi më i thash, binte librat, bënte një libër, ka bërë libër për Dorë Korgoskën, për teatr, për themelimin e teatrit Anton Zako Çajupi, i ka bërë librat, edhe më thoshte mua, ta dishti kush ka luajtur femër në teatrin e atë, kush ka luajtur femër? Kur shikoj unë Mihal Grameno. Mihal Grameno në Klapa, personazhi ishte femër. Ai ishte veshur luanin vajzat. Kupton? Mi po të dokumentuara këto, kupton? Domethënë, kjo është ajo që merr. Edhe shënoi emrin aty unë Kosta Qendro. Tani mbi emri nga Greqia është Kendros. Kendros. Kendro. Domethënë mbi emri Qendro. E pastaj kupton? Mirë po në Korç nga të tilla raste, domethënë ka pasur aq shumë sa burri i motrës time, 2 xhaxhallar. Njëri Ilia Paraveli, babai vet, kurse Koço Paraveli, gjyshi, xhaxhai vet në Elbasan, domethënë në 76 të bëhen pasaportat. Bëhen pasaportat, edhe i than, ajo pasaporta vishnje. I than, si e do mbi emrin, i tha, atë komsin. I tha, unë komsin e kam greke, tha. Jam në shtetas shqiptar, i tha. Po tha, ta bëjmë, ja, i tha. Unë komsin e kam greke, tha. Po ti si e ke komsin? Shqiptar. Shqiptar edhe komsin. Ndërsa xhaxhai këtij, babai i kunatit tim që ka marrë motrën, me origjinë greke nga Përmeti, Ilo Paravelis. Ishte guzhunier ke Borova në Korç, lokal i famshëm, dhe kur vinte xhaxhi e merrnin ke vila e partisë. Kooperaci është roli më i arrir i Koçoqendrës? Po sigurisht, sepse atë e ka, domethënë, ai ka luajtur shumë, Ka luajtur veten? Shiko. Mos më thuaj që është kooperac. Kush e? Ai. Lema është më kooperaca s'ka ku të shkoj më. Sa bukur kjo. Çfarë thua? Shiko. Ka luajtur veten, ë? Shiko, mund të jesh, unë e kam çuar në disa, kupton? Por di të them vetëm një gjë, kur ta kesh këtu, siç më ke mua tani përballë, ti do arish të kuptosh se kush është Koço Qendro në moshën 98 vjeçare. Do jetë privilegj me një mendje, sepse ka një gjë, Roland. Mund të jesh, është kthillë, ë? Mund të jesh 98 vjeç, por mund mos shkosh as këtu atje, edhe mund të jesh. Çfarë vlen ajo? Mos them në një fjalë tjetër me fjalë nga mendja me fjalë. Mund të jesh se mund të jesh i ftohur aq shumë sa nuk, por Koçon, kur ta kesh këtu përballë, do jetë privilegj për mua. Kur e çova në një studio tjetër ka vite, kur isha në TVA, Eva Dizlari tha, më kpute i tha me këto sytë bëqjelle, se i ka sytë ai bëqjelle, që i the mund të thyesh gotë në ujë. E thyen gotë në ujë, i thash. Dhe është, domethënë, jo i mbajtur, por është energjik sa s'ka ku të shkoj. Dhe një nga arsye. Ri i veshur mirë si që kemi parë për foton për këto? Tani jo që ri i veshur mirë, por ke parti burrës që fle me kollare, ai mban kollare për të fjetur. Si burr, 98 vjeç i thu burr, ai është 98 vjeç dhe fle me kravat? Me kravat më burr. Fle me kravat? Sepse e ka kravatën, nuk e imagjinon vetëm pa kravatë. Mos më thuaj që ti si bën dhurata kravata gjë, se ti ke mbajtur dikur, po tani s'ke. Po t'ja çoj më tepër se nuk ka. Po nuk diskutohet fare. Po i mban, i vendos gjitha. Dhe me Kopracin realizoi një nga ëndrat e tij, sepse e kishte domethënë është dhënë për paqen 77-ën, gjithmonë, domethënë jepeshe gjithmonë, por nuk ishte e xhiruar. Tani që u vu disa herë, bëri një xhiro në të Shqipërinë, mund të kenë ndarë mbi 50-60 cidira, nuk la njeriu të fisë. E di çfarë më kujtoi tani në ato të vitit të ri, në një sallë që ishte roli i tij, që kishte spektator, se zhnodhi një atë dhe thot Koço Qendro, e këputi tha në pikën më delikate. Të kujtohet kjo? Të kujtohet? Shiko, kur ka ishte me një nga aktorët, me një zonë. Kur ka dhënë shfaqjen, e këputi në pikën më delikate. Kur ka dhënë shfaqjen, ambasadorja franceze ishte atje, edhe normalisht ishte ftuar shumë që nga Pali Kuke, ambasadorja franceze. Ishte atje. Dhe kemi bërë dhe një foto, edhe normalisht mbas, do thënë, është babai, thash, shiko, tha, Luis de Finea tha, edhe Koço Qendro tha, janë ata tha që duke sikur Molieri tha e ka bërë tha për këta të dy tha. Unë thash, zoja ambasadore ka një gjë. Ky thash ka një merit më tepër se Luis de Finea sepse e luan Kopracin se është Kopraci thash. Ky the ambasadorës tani është me Kopraca po e ngosmon ti. Po është Koprac, është ma thuj, ma vërteto këtë. Është tipik. Po jam po ç'kema unë do, shiko, ti do kesh rast. Çfarë Kopracie ka treguar ai ndaj teje? Ndaj meje. Po. Shiko, ndaj meje ka diçka. Unë thash një herë, po ta them në studion tënde sepse nuk është se janë sekrete, por janë gjëra që kur i dëgjojnë të tjerë, mbase janë gjëra pak të pabesueshme. Kishte një marrëveshje midis dy motrave që unë nga mamaja biologjike dhe babai biologjik mos afrohesha shumë në kuptimin e mirë të fjalës. Po, e kuptova. Sepse duke afruar do ta merrin vesh nesër pas nesër që do ishte, por unë jam ky që jam, unë jam Tami Kona
Më kanë lindur Koço Qëndro dhe Meri Qëndro, dhe më kanë rritur Margarit Kona dhe Pavlina Kona. Dhe kam për nder që mbaj një mbiemër Kona, të Andon Kona, jo se në mbiemër nga krahun tjetër nuk e kam thashjer. Mund ta kisha Kendro, mund ta kisha, por ka dhe një gjë tjetër. Ka dhe një gjë, mund mos isha këtu se faktikisht jam bërë me porosi. Si me porosi? Jam bërë me porosi për që na bëj një fëmijë që ta marrun. Po sigurisht, sepse vllai im i madh është 70 më i madh. Mamaja biologjike e kishin mbyllur. I kishin mbyllur punën. Dhe tha na bëj I kishte ajo me porosi. I kishte 2. Jam bërë me porosi, thot Tami Kona. I kishte 2-2, por të dhe ka dhe një fort tjetër. Po? Mamaja që më rriti i tha motrës, shiko tha se mos bëhet vajza se nuk e dua. Si e kënë Tereziti i tha. Qa thua mu? Por. Do të po t'ishe vajzë? Jo, e kupton. Nuk do ta merrte? Po e kupton ti? Po pse i tha ajo? Si tha? Ti jam mbiemri Kona unë tha të martohet ajo tha të miki mbiemri Kona mua tha. Ua. Tami, më ke kënaqur. Tani të gjitha këto janë ekskluzive vetëm në studion e Rëran Çapokut. Unë e kam shijuar shumë Tami me gjithmonë se unë jo se ka jo se janë gjëra kështu. Intervista e nisur me një temë për Serbi, për ndeshjen me Serbinë. Sepse është dhe historia e jetës personale, mua po më gëzon, më kënaq. Tami Kona, të falenderoj shumë, të jam shumë i njohës, sidomos për pjesën e dytë, jo të parën, sa te ke kështu ti. Ishte me kënaqësi, domethënë edhe thashin që kur momenti që biseduam dje, ishte kënaqësi sepse unë i kam ndjekur, thash i kam ndjekur pjesën kryesore të ftuarve ty i kam ndjekur, është diçka interesante sepse edhe kur kalon nga profesioni në jetën private, sigurisht që ne jemi njerëz publik, për aq sa jemi, sepse thash në momentin që më ndalon policia, për fal profesionit, edhe pse të njeh polici, më thënë, unë ndihem mirë sepse e shikoj që ai mjef. Pavarësisht se, më thënë, thotë që ishe me shpetan e këte, shiko, gazetarë, gjobitin dhe ju, po, para ligjit e mirësoj. Unë bëj shpesh rrugën e Korçës, duke qenë se atje kam shtëpinë, kam kështu edhe sa e që andeja, policat janë... Shtëpinë, ke shtëpinë tjetër? Po, jo, shtëpia është më shtëpi, më thënë, që ka babai mbrapa bankës. Por nuk flete Koço kur shkon? Po, do thënë, kur shkoj 10 herë, flet 2 herë te Koço, 8 herë në hotel. është koprac. Ai bëhet keq. Dhe i them që po ikin në Greqi, ndërkohë që unë jam atje, sepse ka ndeshje futbolli, Sadu Shylli që është drejtori i RTS Korçës, shkoj gjithmonë ka ajo, edhe bile Sadushi më thotë, "Më si është ai?" Tani erën e fundit, në ndeshjen e fundit me Skënderbeun, takova zotin Niko Peleshi, i kam kërkuar një nder. Ç'nderi? Babai ka marrë mjeshtër i madh, ka 2 vjet që e ka marrë. Edhe Niko më tha, Tami tha, do të kërkoj një nder Koçës, i thuaj tha deri në fund të vitit të mbahet fort, tha, se në fund të vitit bëhen ndarjet e këtyre, sepse ka marrë mjeshtër i madh, por nuk ka marrë lekët. Domethënë pensionin. Pensionin e posaçëm. Domethënë ka marrë ai e meriton, e ka marrë, shiko. Tani Koço është një nga shumë figura. Sigurisht, por figura që sepse unë takoj, domethënë kam takuar unë personalisht, ja kam dërguar dhe kryeministit, ja kam dërguar me mesazh. Po besoj zoti Rama, besoj zoti Rama do ta... I thash zotit Niko Peleshi që e kam mik, më thënë, kupton, i thash, Niko, deri më sot, unë nuk kam kërkuar, më tha fol, i thash unë, përveç se ti thuash kryeministit që është një burr 98 vjeç që sot është, nesër nuk është. Se tha Niko, tha, më tha, thuaj të mbahet, ore, mbahet as mbahet, se ka ndorë, se kemi ndorë ne, thash, e ka ndorë a y, thash. Me atë mendje që ka a y, thash unë, nuk e di, thash unë. Edhe qellonte që mas 2 ditësh, ai kishte ditëlindjen, edhe mora çunin, i thash, bab, thash, uroj gjyshin, po se mos i thuash dhe 100 se i ngelatri. Po si uron ti? Po lem, po si uron. Tami, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. E shijova shumë këtë intervistë. Falenderoj shumë. Dhe urojmë kombëtarën të fitojë datën 7. Po sepse nuk e kemi alternativë tjetër, nuk e kemi luksin me fjalë kupton. Ska barazim. Thash një herë. Po duam të shkojmë botror, duhet ta fitojmë. Po pastaj për mua unë po ta them, çdo gjë pa fitore është dështim. Tami Kona, një intervistë me të vërtetë shumë e veçantë.